Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Ditëzie ndahet nga jeta në moshë të re artisti i njohur shqiptar. Kinematografia shqiptare është në zi pas ndarjes nga jeta të aktorit të mirënjohur Birçe Asko, i cili u shua në moshën 84 vjeçare. Ai konsiderohej një prej figurave më të dashura dhe më të respektuara të artit skenik shqiptar, duke lënë pas një karrierë të pasur në teatr dhe film. Për dekada me radhë, Birçe Asko arriti të fitojë zemrat e publikut përmes roleve të tij autentike dhe interpretimit natyral që e bënte menjëherë të dallueshëm në çdo produksion ku merrte pjesë. Me talentin dhe përkushtimin e tij ai ndërtoi një identitet unik artistik, duke sjellë në ekran personazhe të thjeshtë popullore dhe shumë pranë realitetit shqiptar. Veçanërisht i vlerësuar për mënyrën se si portretizonte karakteret e jugut të Shqipërisë, aktori arriti të krijojë role që mbeten ende sot pjesë e memorjes së publikut dhe trashëgimisë së kinemas shqiptare. Interpretimet e tij u kthyen në simbol të një brezi artistësh që i dhanë jetë periudhave më të rëndësishme të teatrit dhe filmit në vend. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka sjellë reagime të shumta nga kolegë, artistë dhe qytetarë, të cilët e kujtojnë Birçe Askon si një artist me vlera të ralla dhe një njerëz të dashur për publikun. Kontributi i tij në artin shqiptar do të mbetet i paharuar, ndërsa emri i tij do të vazhdojë të jetojë përmes roleve që ai la pas.